Nisen nga këto llogaritjet e karrierës personale në politikë, domethënë. Ndërkohë që ne qasja jonë është gjithmonë që për aq kohë sa ne mund t'i japim kryeqytetit ose çdo qyteti një alternativë të mirëfillt, le të themi, që do përbënte kandidatin ose kandidaten që praktikisht përfaqëson atë pjesë të qytetarëve që ndjen totalisht të papërfaqësuar nga partitë e vjetra, me fjalë. Dhe ne ndërmarrim këtë hap pavarësisht, le të themi, kostove politike ose që mund të ketë rezultate, si thua. Sidomos kur vjen puna tek Partia Demokratike për shkak të humbjes kronike që kanë në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme, stepen për të dalë për të nxjerrë kandidatin. Dhe është disi qesharake situata, sepse unë ndoqa intervistën tënde tek Ylli Rakipi, ku përfaqësuesi i Partisë Demokratike Teliti, mos gaboj, si ka emrin. Pra të sulmonte dhe thoshte që pse keni këtë qasje ju refraktare dhe nuk na bashkoheni ne. Ndërkohë që vetë Partia Demokratike të paktën deri tani është e paaft të nxjerrë një kandidat. Pra kur nga radhët e tua nuk nxjerr dot një kandidat, atëherë i kërkon llogari partive të tjera se pse nuk mbështesin kandidatin tënd, e kupton, është qesharake disi situata.